Dhe gjëja, një nga perlat e mëdha të Kuranit, i thot faraoni Musës. O ma rabbukuma ya Musa. Tha, kush është Zoti juaj o Musa? Qive, pejgamberët kanë qenë njerëz që e kanë njohur më mirë Zotin e gjithësisë. Shiça përgjigje precize. Tha, Rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Tha, Zoti jon o Firaun. Firauni e quhet Zot vetën tokë. Tha, Zoti që na ka dërguar neve është që i dha çdo gjëje krijim dhe udhëzoi atë. Sot për shembull shkenca çdo ditë zbulon gjëra të reja dhe tregon qëllimin e saj. Ne kemi ditur atë. Se Zoti i gjithësisë nëpërmjet gojës Musait dhe shumë ajeteve tjera thot ai që i dha krijim çdo gjëje dhe udhëzoi atë, nuk e krijoi kot. Jam meditim të thellë. Sot shkencëtarët zbulojnë yjet kanë qëllimin e vet. Forca gravitetit ka qëllimin e vet. Pemët na japin oksigjenin, kanë qëllimin e vet. Dielli janë zbuluar shumë qëllime që i ka të mira për tokën, ka qëllimin e vet. Çdo gjë ka qëllimin e vet, toka ka qëllimin e vet, kodrat dhe malet janë mbështetëse tokës qëllimin e vet. Jam me meditim të thellë çfarë i hutoj ata më thon, gjitha gjërat pas kanë qëllim. Po unë njeriu çfarë qëllimi kam? Është hutim i madh. Se mund të jesh shkencëtar në një fushë, po je i paditur në fushën tjetër. Jam se po të lexosh çdo ditë të dhëna shkencore, shkencëtarë çdo ditë po zbulojnë perla dhe gjëra që kanë krijim të bukur dhe qëllim të saktuar. Po nuk i thojnë një herë këto vetes, po unë ç'bëjnë tokë. Po unë ç'a qëllimi kam vet. Qëllimi jonë është shumë i madh. Ato inshallah ju zon Zoti ta kuptojnë. Sepse çdo gjë i është nështruar njeriu. Njeriu është krijesa më e lartë, njeriu është krijuar me qëllimin më të madh për ta njohur Zotin, për ta adhuruar, për ta dashuruar, për t'u afruar ai, për t'u afruar me vepra të mira, për t'u nderuar këtë botë, për të hyrë në xhenet, për të qenë i përjetshëm. La ilaha illallah. I tha faraoni, po kush është ky Zoti i gjithësisë? Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Tha, Zoti është krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre nëse doni të bindeni. Faraoni thoshte unë jam Zot, pasha Zotin as ajet Kurani nuk e ka kundërshtuar kur Musa i ka folur për universin. Nuk ka njeri nga 8 miliard të kundërshtoj dhe të t'japi argumente logjike që universi është rastisht. Se edhe ateisti më i madh e thot me gojë, nuk e thot në praktikë. Edhe ateisti më i madh thot universi është krijuar rastisht. Asnjëherë nuk ka shpresuar as i ateist në botë që të ketë fëmijë nëse nuk martohet, bashkohet me bashortën e vet që të lindi fëmijë. Ateisti më i madh thot ky univers është rastisht, po shkon në punë një muaj rresht për ta marrë rrogën në fund muajit. Ateist me fjalë, kurse se bebçi i pafund kur vjen puna për interesat e veta, kur vjen puna ke Zoti, që ka universi rastisht nuk ka Zot. Kurse për ta marrë rrogën duhet punosh një muaj, për të pas fëmijë duhet martohesh. Kurse universi që ka rastisht, nuk ka dalë njëri i mençur dhe s'ka për dalë deri në kiamet që të thot diçka për sa i përket kësaj. Çfarë na takon neve, jam ke prioritetet. Ne vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, t'ja shpjegojmë këtë prioritet. Ne duhet ta fillojmë se kanë musliman të çuditshëm, që më shumë po i largojnë se sa po i afrojnë, flasin gjëra të tmerrshme. Flasin gjëra që ngjajnë budallallëqe. Ki amanetin e kësaj, të lutem vlla dhe motër. Fliti njerëzve për krijuesin e qiellit dhe tokës. Kur pranojnë që ka i Zot, duhet t'i thush që t'i falet Zotit. Kur të vi muaj Ramazanit ta xhiroj. Kur të vi puna nga pasuria t'japi 2.5% dhe kur të ketë mundësi të shkoj ta bëjë haxhin e lavdishëm. Nëse ti pranon këto, duhet t'i shpjegosh në mënyrë graduale 1503 ajete që flasin Kur'an për moralin. Dhe do Zoti të dëgjon ti flasësh që ka 856 ajete për diturinë. Dhe fillon njeriu stabilizohet në artin e madh të Islamit bukur. Po që fatkeqësisht muslimanët janë akoma i pjesët çuditshëm. Gjithë kjo fe madhështore, gjithë ky udhëzim i madh hyjnor, walaqad arsalna Musa ila qaumihi an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. I ka thënë Zoti i gjithësisë Musait, e dërgova Musait, thotë çai tha popullit ti nxjerrte nga errësirat në dritë. Libër thotë që e zbritëm këtë Kur'an për çfarë qëllimi? Për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. Kurse kupton mirë Islamin, mbetesh prapë në errësirë.